Nga Aisha radiallahu anha, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte pas hyrë në dhomën e Aishës dhe i kishte thonë: "Oj Aishe, populli yt janë prej atyre që do të vdesin më së shpejti prej ummetit tim." Pasi që ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha i tha: "Ja Rasulallah, Allahu më bëft kurban për ty." Kur hyre ma ki thonë një fjalë që më ke tremb. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "E cila është ajo fjalë që të ka tremb?" Aisha radiallahu anha i tha: "Ja Rasulallah, ti pretendon se populli im janë prej atyre që do të vdesin më së shpejti prej ummetit tënd." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Po, oj Aishe, vdekja do t'i gjuaj ata me ëmbëlsi." Aisha radiallahu anha i tha: "Ja Rasulallah, e si do t'jenë njerëzit pas kësaj ose në atë kohë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Sikurse lavra e karkalecit ku i forti do ta hajë të doptin, derisa mbi këta njerëz ka për t'u bërë kiameti." Të nderuar, lavra e karkalecit bëhet fjalë për karkalecin para se të fluturojë. Dhe ky hadith na tregon se nga padrejtësia, zullumi dhe e keqja e madhe, njerëzit do të arrijnë në atë gjendje derisa i forti ta hajë të doptin.